Një pushtim ushtarak nga Kina, një bllokadë etare dhe një tërmet shkatërrues. Të tre këta skenaru simuluan njëkohësisht gjatë stërvitjes më të madhe të gatishmërisë që ka zhvilluar së fundmi Tajvani. Më shumë se 370 zyrtarë të qeverisë dhe forcave të armatosura morën pjesë në manovrën 2 ditore të zhvilluar në qarkun malor të Nantu, ku u testua aftësia e autoriteteve për të garantuar funksionimin e institucioneve dhe mbrojtjen e popullsisë në rast të një krize të shumëfishtë. Stërvitja përfshiu planifikimin e operacioneve ushtarake, rrëzimin një droni armik, ngritjen e pikave të shpërndarjes së ushqimit dhe menaxhimin e pasojave të një tërmeti të simuluar me viktima, dëmtimet e infrastrukturës dhe probleme të rendit publik. Një pjesë e rëndësishme e ushtrimit ishte edhe përballje me luftën e informacionit. Autoritetet testuan mënyrat për të identifikuar dhe kundërshtuar dizinformatat e krijuara me inteligjencë artificiale, të cilat konsiderohen një element kyç në rast të një konflikti modern. Ministri përgjegjës për organizimin e stërvitjes deklaroi se qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet dhe të përgatitur për të mbrojtur vendin e tyre në rast fatkeqësish apo sulmesh. Ndërkohë, sapo përfundoi stërvitja, autoritetet tajvaneze njoftuan se Kina zhvilloi një tjetër patrullim ushtarak rreth ishullit, duke angazhuar anije luftarake dhe të paktën 22 avion ushtarak. Nga ana tjetër, Pekini akuzoi presidentin e Tajvanit, Lai Ching-te, se po përshkallëzon qëllimisht tensionet. Stërvitja vjen në një periudhë kur marrëdhëniet mes Kinës dhe Tajvanit vazhdojnë të mbeten në më të tensionuara në rajonin e Azi Paqësorit.